Po si ta komentoj, po përse e keni pa gjithë, Kryeministri Kurti, udhëheci i Lëvizjes Vetëvendosje, grupit parlamentar, ka qenë i gatshëm për të ofrojë 2 kompromise, mirë po e kemi pa që opozita me gjithë atë insistojnë në diçka që as nuk është në kushtetutë, as nuk është shpallur si kundër kushtetuese. Përkundrazi, pra votimi fshet edhe në aktgjykimin e ri, pra rikonfirmohet si mënyrë për të dalë nga ngërçi. Ndërkaq në anën tjetër kemi pa që vazhdojnë të jenë betonuar në pozicionet e tyre, vazhdojnë të kundërshtojnë emra të përveçëm, gjë që është absurde marrë parasysh që qytetarët kanë folë. Pra, Lëvizja Vetëvendosje ka dalë si partia fituese, partia më e madhe e këtyre zgjedhjeve të fundit, edhe normalisht që i takon propozimi për emrin. Nëse duam të shkelim parimin që propozuesi e zgjedh apo e nominon emrin, atëherë futemi në një spirale tjetër të blokadave, sepse do duhet që të dakordoheshin edhe emrat e nënkretarëve. Kryeministri Kurti ka ofruar pra që të ketë një pako të emrave për cilë dakordohen, pra të prezantohen edhe kryetarja Albulena Haxhiu, por edhe nominime tjera për nënkretar në mënyrë që të votohen pra bashkarisht dhe të ketë dakordim që të mos ketë blokada të ndërsjella. Opozita ka refuzu një gjatë tillë. Do të thonë, u është ofru konsenzus që ti dakordojmë emrat dhe ti votojmë të gjithë. Pa ja kontestuar njëri tjetrit emrat, opozita ka refuzu. Me rastin e refuzimit këtij kompromisi, Kryeministri Kurti ka ofru gjithashtu që edhe me votim të fshet të provohet, pra kompromisi tjetër është të provohet me votim të fshet dhe nëse dështon të arrijë 61 vota kandidatja jonë për kryetaret kuvendit, atëherë ajo tërhiqet. Edhe kjo është refuzu. Pra ku është problemi? A është Albulena Haxhiu emër antikushtetues, sepse ata po thirrën që nuk duhet shkelit kushtetuta. Do të thonë, ata po e shkelin kushtetutën me mos pjesëmarrje në votim dhe me blokadën që po ja bojnë kuvendit. Presidenti ja me reagu në këtë rast, edhe me dërgu në kushtetuese po, prapë situatën. Unë nuk e di tash kushtetuesja ka dhënë një përgjigje, ka dhënë një afat 30 ditor, nuk është se e kanë sqaruar se çka ndodh mas atij afati, por mbetet të shihet. Unë prapë edhe një herë shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje të gjithë deputetëve të opozitës që të kryejnë obligimin e vet që e kanë, si të deleguar të qytetarëve të votojnë dhe të zhbllokohet ky proces. Faleminderit. Albulena Haxhiu, ta ka ndonjë emër tjetër Vetëvendosja?